ka qenë Flon Zakadiu. Flon Zakadiu tash ndoshta ka dalë pension, po ka punu dhe mas luftës, si gjyqtare këtu. Po mund ka dënu 5 vjetë për të mitur Flon Zakadiu. Qëndrimi i drogosërve, i të arrestumve, për këta të miturit po flas, i kum përcjellë dhe i kum djek mirë edhe këtë të rriturit, kanë pas shëndërim të shkëlqyshëm edhe ata, por për mu ka qenë shumë interesante dhe frymëzuese se këta na kemi qenë moshën në 18 vjeçare. Domethënë kemi qenë 3, dënimin e kena pas shpallën për të mitur, kur me emra po veç me iniciale, e kështu me radhë, po qëndrimi ka qenë shumë i mirë, shumë stoik dhe jam dënu domethënë aty 5 vjet duke mos u penduar për vepra penale. Sa përket ajo puna për librin, është interesant në atë kohë ky Vojislav Shesheli është dënuar 1 vjet për shkak se ka shkru libra kundër Jugosllavisë edhe njëna prej tyne ka qenë duhet me nxjerr Titon nga varri e me qit para gjyqi me dënu. Unë kisha lexu libra të tillë. Unë akuzohesha që i kum lexu dhe dënohem 5 vjet. Ai që i kishte shkru ato libra, u dënu 1 vjet. Edhe gjykatës për i betash, ashtë që kemë rregull, a muni me ma spjegu. Ai që ka shkru vepra armiqësore, është dënu 1 vjet. Unë që i kum lexu 5 vjet. Kjo nuk është normale. Kjo ka qenë nështë një farë dromëzë, një farë historie, jo ku me ditë qka, po ka qenë kështu e vërteta, po dhe ishtë ashtu, se të shqiptarë dënimet kanë qenë vërtet drakonike, kanë qenë shumë të rënda. Na kur i krahasoj shumë ato dënime me njerëzit që janë dënu politikisht Sloveni, Kroaci, Beograd, Malzi, shënë largë shumë atë mdhaja. Disi kur i shoh edhe dënimet që po jepen sot në Hagë, do këtë prapë për na përsëritet disi historia. Thot Salim Mustafa dënohet me 26 vjet, a barësit e terrorizmit shtetëror asnjë s'është mbi 21 vjet. Është diçka absurde. Terrorizëm shtetëror kanë bërë ata. Edhe në qoftë se ne kemi kënena ndonjë gabim si pjesë çlirimtare, si njerëz që kanë punuar për të drejtën, për të mirën, për largimin e pushtuesit. Edhe në qoftë se kemi pas ndonjë gabim, po shrej dënimet janë 26 me 26. Edhe diçka e tillë ka pas ndodhur atëherë, pa ta marrë këtë shembullin e Vojislav Sheshelit. Se ajo ka mujt një sër masa lësuese me marrë dhe ligjin me zbatu shumë ma but. Tash pse ato rrethona, se në çfarë rrethona ajo ndodhën prapavi, unë as që di as që du me dit, po kryesorja kanë shku në maksimumin për me hinë atër dhe me ecë në karrierën e vetë. Po, ajo është e vërtet që kanë mujt ata shumë. Ajo që është edhe qysh atëherë për mu mjaft frymëzuese, mjaft emocionuese është që edhe avokat s'kena pranu me pas. Avokat kena thonë jemi vetë, po rregulli ka qenë që sipas detyrës zyrtare, mu avokat për shembull ma kanë caktuar një serb. Mu një serb më kanë bërë Milosavljević as diçka. Po edhe ato janë munduar, domethënë, i tillë ka qenë ai pushtet edhe tepër korruptiv. Jo në shku për shembull te baba tu e di që baba për t'jallë, bën gjithçka, e shku i ka kërku t'holla, para i ka kërku, sa më kujtohet është 2 milion dinar atëherë, e një maje, po vjen baba më dhe qysh të po më thot ai serbi, thot e me nxjerr. Veç të janë pare dhe baba, pse më rënqovë se nuk pendohet, s'ka, e që më nxjerr. Pa edhe kur shku i ka thot në e vërtetë, që se s'pendohet s'ka.